Në Berat njihet si kulla e Sahatit, ndërtuar në shekullin e 17 në lagjen Morat, Shelepia. U dëmtua gjatë një tërmeti në vitin 1969, por regjimi i kohës jo vetëm që nuk e riparoi, por e pa të udhës ta shkatronte tërësisht. Kulla e Sahatit do t'i rikthehet Beratit pas përfundimit të punimeve në një investim prej 50 milion lekë të rinj. Projekti parashikon ndërtimin e kullës në një lartësi prej 25.44 metrash. Kryetari i Bashkisë së Beratit, Petrit Sinaj, thotë se kjo është faza e parë e projektit. Murigurit e si ki vështirë, puna po del shumë e saktë, besoj të jemi të kënaqur kur të mbaroj në fund dhe të dalë një vepër që me tërmend të javlej që e ndërtuam dhe në vendin që ishte duke imituar atë kullë cila ka qenë. Drejtori i urbanistikës pranë Bashkisë së Beratit, Slavis Drami, thekson se po bëhen përpjekje për të ruajtur origjinalitetin. Në fazën e realizimit të objektit, kulla nga niveli ku jemi, e Sahatit, do jetë 25 metra e lartë. Kjo është vetëm për fazën e parë. Faza e dytë do jetë mekanizmi, që do jetë ora, dhe sistemimi i gjithë lagjes për ta kthyer këtë qendër si qendra e dytë ose e tretë e Beratit. Duket se tashmë investimet në Berat po dalin nga zonat muzeale për të shpërndarë dhe në atraksione të tjera në qytet.